miq të Stopit, përshëndetje. Një shqiptar I cili jeton në Amerikë është drejtuar në redaksin ton pasi ka një problem me bashkinë Korç. Kam një problem me bashkinë. Unë kam fituar nga Komisioni I Kthimit të Pronave me hipoteke dhe me tapi të vjetër një pronë afërsisht prej 7.000 metra katrore. Dhe 4.000 metra katrore kanë qenë godinat e ndërmarrjes së NSHN-s dhe sot janë godinat e ndërmarrjes së gjelbërimit, që janë në administrimin e bashkisë. Në vitin 1995, me vendim gjykate të formës së prerë, ka marrë të drejtën e parablerjes. Në vitin 2009, me vendim gjykate të formës së prerë, jepet qiraja e Truavit dhe detyron bashkinë e Korçës të paguajë qiran e Truavit. Dhe e caktuan me ekspertë me të tjerë, ne nuk kundërshtuam, pavarësisht se ata dhanë minimale. Sa u përcaktua qiraja që duhet të paguante bashkia ndaj teje? Afërsisht 198.000 të reja. Për sa kohë do t'jepej kjo qira? Deri në momentin e privatizimit, e thot vendimi I gjykates. E duke qenë se problematika e qytetarit është me bashkinë Korç, le të nisemi të vizitojmë qytetin e Korçës. Ne kemi mbërritur në qytetin e Korçës dhe prona për të cilën bëhet fjalë është pikërisht kjo pronë që ndodhet pas meje, që sot shfrytëzohet nga bashkia e Korçës. Në 2010 më dha me keshte disa muaj, në atë kohë unë nisem për në Shtetet e Bashkuara në 2011 dhe unë ndërprej qiraja, nuk më jepte. Atëherë unë bëj një letër zyrës përmbarimit I blokonte në thesar, po ku e di unë si janë rregullat, as më jepnin as një lek. Dhe në 2016 u detyrova I bëra letër KDS dhe e detyrovi bashkinë të paguante qiranën. Dhe fillovi bashkia po me kese në 2016 duke paguar të vitit 2011, të vitit 2012 e kështu me radhë. Në maj të 2021 pagovi tetorin e 2016. Edhe s'më dhame. Atëherë unë bëra krahasim penal në SPAK. Dhe SPAK-u më kthejnë përgjigje që ja kemi kaluar prokurorisë së Korçës që ta hetoj këtë çështje. Nga emisioni Stop, unë dua ta verifikoj këtë çështje dhe të më japë të drejtën. Kur do t'i marrë unë të leka? Duke qenë se ka një urdhër ekzekutimi ku detyrohet bashkia Korç të likuidojë detyrime ndaj zotit Refat Tuke, ne do drejtohemi në zyrën përmbarimore Korç për të pyetur se cilat janë veprimet e kryera nga kjo zyrë. Prej vitit 2011, pranë zyrës së përmbarimit Korç është regjistruar për ekzekutim kërkesa e kreditorit zotit Refat Tuke me detyrimin e bashkisë Korç t'i paguajë qiran për trualljen e posedim. Ky detyrim theksoi se deri në tetor 2016 është likuiduar tërësisht nga ana e bashkisë dhe prej kësaj periudhe bashkia nuk ka likuiduar detyrimin. Nga ana jon janë ndjekur të gjitha procedurat konform kodit të procedurës civile, konform të gjitha ligjeve, duke vendosur sekuestro në zërin e thesarit në llogari të bashkisë Korç. Dhe rezulton se në muajin korrik 2025 nga ana ime është në bazë të neni 606 të kodit procedurës civile është ndërmarrë dhe sankcion ndaj kryetarit të bashkisë për mos likuidim të detyrimit sipas vendimit të gjykatës. Sa ka qenë sanksioni? Gjoba e vendosur? Gjoba maksimale që përmbaruesi mund të verë në bazë të neni 606 është 50.000 lekë të reja. Është paguar apo jo? Është ankimuar në gjykat. Kam të drejtën çdo veprim përmbarimor ankimohet në gjykat. Dhe nuk është e formës së prerë për tu likuiduar. Ndërkohë, nga bashkia Korç mua më tha që edhe veprimet përmbarimore janë kundërshtuar në gjykat. Pra, çfarë ka ndodhur më tej? Janë kundërshtuar në disa veprime përmbarimore, të cilat ju është rrëzuar kërkesa bashkisë Korç. Është në proces një proces gjyqësor për pavlefshmëri titulli ekzekutiv i cili është rrëzuar në gjykatën e shkallës së parë dhe momentalisht është në përshqyrtim në gjykatën e apelit, por që ende nuk ka dalë një datë gjykimi. Po çfarë do të bëhet? Si veprohet tani?
Nga ana jonë janë ezauruar të gjitha veprimet të përmbarimore, madje edhe vetë kreditori, zoti Refat Tuke, është drejtuar me kallëzim penal në prokurorin përkatëse për mos likuidim të detyrimit, domethënë veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Pyetja që shtrohet është pse nuk i ka shlyer detyrimet bashkia ndaj qytetarit dhe pse nuk ka zbatuar një vendim gjykate. Atë që ka i detyrohesh në zotit Refat Tuke, ja kemi paguar të gjitha. Në çfarë shumë? Po në shumën 20 milion lekë të vitra në vit. Ka përcaktuar vendimin e gjykatës deri në momentin që do të privatizohet. Dhe ne si bashki me kompetente vetëm për të marrë, për të dhënë përqimin për të iniciuar procedurën e privatizimit, sepse procedurën e privatizimit nuk e mbyll bashkia, e mbyll Ministria e Ekonomisë. Ju duhet ta ekzekutoni si vendim deri në marrjen e një vendimi që kjo është e padrejtë. Ne kemi marrë vendimin. Po pra pikërisht, domethënë ti po më thua këndvështrimin e zotit Refat Tuke, unë po të them këndvështrimin e bashkisë. Po të them këndvështrim. Meqenëse kemi 2 këndvështrime të ndryshme. Janë këndvështrime, sepse janë vendime gjykate që ai ka në favor. Dhe për sa kohë ai ka vendim gjykate, ka urdhër ekzekutimi, ju do të zbatoni vendimin e ekzekutimit. Deri në momentin e privatizimit. Dhe kemi figuar në tetor të 2016-s. Dhe jemi në 2025 dhe procedura nuk është përfunduar, çka do të thotë se për sa kohë nuk ka përfunduar si procedurë, duhet të vazhdojmë të pagoni qëran. Pretendon Refat Tuke. Ne pretendojmë që e kemi ekzekutuar. Për këtë jemi prapë në proces gjyqësor. Kush po i shfrytëzon ato tani? Kush po i shfrytëzon ato? Po duhet ta verifikoj. Se ka kush po i shfrytëzon. Ato janë të bashkisë. Po pra, për sa kohë bashkia nuk e ka dokumentin e privatizimit. Janë të bashkisë. Ai ka të drejtën e parablerjes.